Përshëndetje miq, jemi këtu në kuvent në Akrolis TV. Në fakt sot kam një person që unë nuk kryoj idile për kollaj, por në realisht e kam idil për faktin se është shumë punëtor, inovativ, me një ndritur realizues projektesh që kishte nevojë Shqipëria prej kohësh dhe ka bërë plot 15 vite pikërisht dje, kështu që do flasim me të, është Altin Prenga i Mrizit. Altin, është në esimet pas në kuvent sot. Faleminderit Niko Gjergj për ftesën, edhe gjithashtu është nësi dhe për mu me qanë këtu. Unë vlerësoj shumë për çka banë gjithë aktivitetet kulturore, artistike, që kanë lanë gjurëm shumë të mëdha dhe prestigjioze, si që është ideja e UNESCO që folëm më paraprakisht, më thënë. Kështu që është nësi me kënd të këti. Okej, shiko, njeriu që fëmijë ka ëndra. Edhe jashtë ëndrave është pak e vështirë të ekzistosh në të ardhmen tënde. Normal që ti ke pas ëndrat si fëmijë, po ëndra e cilat të çojnë në Itali. Pas 90-s ti je ndër të parë që ke emigruar në Itali. Ndërkohë që 15 vite thua që patëm një ëndër të madhe dhe një ëndër që zgjati 15 vite dhe tani është forcuar. Ka krijuar fundament fort, Mrizi i Zanave. Je shpreh djeg shumë. E kemi nis me 4 qershor 2010, me rreth 25.000 euro kursime, dhe një kredi që morëm duke gënjur se do blinim zetor. Se ti nuk blen ndonjëherë Foristrada, se ke parasysh se më parë njerëzit filluan të blejnë Foristrada, merrin kredi, u zhytën mbrana dhe ti fillova ke zetore etj. Me shumë ëndra dhe me djersën e ballit dhe vetëm me djersën e ballit jemi këtu. Edhe ca fjalë tjera. Je i kënaqur nga realizimi i kësaj ëndre? Padyshim po. Në fakt, ëndrat që kena pas në atëherë më të periudhë kanë ëndra normale që ndoshta mund të kishin 80% e shqiptarëve, sepse në vitet e 90 gjithë njerëzit që kanë ikë, domethënë, kanë ikë me ëndrën me u kthy. Dhe asnjë nga këta nuk kishin ëndrën në vitet 90, mendoj unë, ishin pak ato që kishin ëndrën me u kthy, nëse jetoshin në zona rurale me u kthy në qytet. Ëndra bazike e të tanëve ishte me shku në emigrim, me marrë dy pare, me u kthy ke vendlinja, me bë diçka. Kjo ka qenë ëndra parë. Mrapa, ëndrat ndryshuan, vizionet ndryshuan, filloi ajo ideja që është ma fitim bursh me investu në zonat urbane dhe ai që shkote jashtë investohet në zona urbane. Masane ëndrat ndryshuan prapë dhe disa menduan që mund ta bëjnë këtë gjë jashtë atë dhe jo në Shqipëri. Po fillimisht ëndra eme ka qenë ëndra ma normale që kishte gjithë popullata kur emigrote. Ajo më u kthy në vendlinje dhe me investu aty. Unë thjesht i kam net asaj, bashkë me babën e vllajën, edhe gjithë familjen tonë, nana, mama, sidomos ka qenë shumë e rëndësishme, sepse na ka majtë familjen në kam këtu, ndërkohë që na ishim në emigrim. Edhe këtë ëndër normale, menu me këthy në realitet, e kena fillu me të vërtet me ma pak se 40.000 euro, nga këto 20 ishin në e dhënë për zetor, seriozisht, sepse nuk ishte mënyrë me marrë tjetër, se asë kush nuk besot në ty në zonë rurale, për të investu në agroturizëm me bar restorant. Maj menë si sot 4 ditë pare se me hap, ishin të instalu Wi-Fi, dhe më thënë një kompani, edhe ishin të thonë me vedi, atëherë më të kohë që është këj budal, ishin dy me vedi, ishin të folë, atë unë ishim guzhin të i ba për përgatitje punët, pare se me hap, thoshin që është këj budal, që ka është këthy këtu me investua, din si ju dukti si stall berësh, si stall baktish, këj objekti ku ishin të instalu Wi-Fi në atë kohë. Dhe më thënë ishte edhe inovative për kohën, sepse me ndoshtë që ditën e parë me hap, që të kishte edhe komunikim me botën, dhe më thënë. Po, shiko, ka i gjë, sepse përgjithsisht ata që vinë nga jashtë, normal që studiojnë tregun, dhe tregu është në zonat urbane, në qenet e mdhaja, tjerë Tirana, Durrësi, Lezhë, po them këtu, kështu, por nuk para i shkon menja kuj që shiko të shkojnë në fshat. A ka i gjë që mase ty të ka tërheq fort në zonën e Zadrimës? Edhe ai që të ka tërheq fort, se përdesja keni vu emrin, Mrizi i Zanave, do më thënë është mendimtari i famshëm dhe keni desh që të shkoni pikërisht tek shtegu i mendimeve, që është një nga atraksione shumë interesante i menduar, se e kam vënë re me shumë kujdes kur jeni qasur kësaj, pikërisht për të krijuar Mrizin e Zanave në gjurmët e Fishtës. Po, ne na kthy në 2010. Në 2009 në fakt kena filluar investimin me bank, ka qenë shumë i thjeshtë investimi, ka kushtuar si me kanë të bëjnë stall dhish. Edhe unë kur jam kthy, ka qenë një periudhë, domethënë që mas viteve 90, domethënë kishte
Fukarallëk shumë të madh në zonat rurale, pak më pak në zonat urbane, në qytet, edhe njerëzit filluan mbrapa dhe me ik asaj, domethënë. Por unë mas 20 vite, se i bite 20 vite mrapa, unë isha i bindur që ekziston një kategori njerëzish që ishin nostalgjik të katunit, sepse padyshim që agroturizmi jam nuk ishte i dedikum ndaj atyre që kishin alergji ndaj fshatit, që kishte që ma e thunë se era lops, era dhis, katuni, toka, puna, por kishin ma shumë atë idenë e kartungjesit, të modernës të qytetit. Po unë isha i bindur që në 3 milion popullsi që ishim ne në atë kohë, mendoshëm që të paktën 10% që popullsisë, që janë 300.000, janë shumë, janë nostalgjik katunit. Dhe ky ishte synim tregu jam. Do të thënë që tregu jam kryesor ishte ai që e kishte marrë malli për katunin, ato që dëshin më kthy, dhe mendoj që ishte edhe klienti më perfekt. Klient intelektual, jo i pasur se s'ban, po se unë mendoj se klienti i mirë nuk është një klient që ka parë, por është një klient që ka mend. Edhe që ka kulturë. Për mua ky është klienti më i mirë që nuk braktis kurrë. Kurse që mendon vetëm tek ai si ka parë, nuk të çon gjatë kjo gjallë për mendimin tim. Kështu që mbi këto baza, fakti që kishim fatin e madh që kishim lind fisht, ishte diçka plus, padyshim. Ju mundu me bën një strukturë dhe me marr maksimumin e asaj zone. Atëherë ne ishim krenar që kemi lind fisht, padyshim që fista nuk ka lidhje gjakut me ne, vetëm se ishim krenar që ka lind aty, padyshim. Menduam me i dhanë emrin e restorantit, duke u frymzuar nga një nga veprat e tij, që është Mrizi i Zanave, duke qenë se aty afër kena pas dhe Mrizna, historikisht. Mriz është një vend ku rrin baktia. Dhe munduam me sjell pak a shumë gjurmë të fishtës, pa abuzuar me këtë pjesë, sepse mendoj se projekti jonë nuk është etnografik, projekti jonë është me rraj, lidhet thellë me tokën atij vendit. Domethënë ne u ndu shumë edhe mendoj se i mungon shumë Shqipërisë kjo gjëja, sepse edhe në diktaturë, për mendimin tim, është investuar shumë qeveria tek etnografia shqiptare, pavarësisht se e ka modifikuar kur ka pas element religjioz, siç është kryqi apo gjithë simbolet të besimit muslimane etj. Por përveç saj, domethënë është investuar shumë edhe në diktaturë dhe me disiplinë, me rujt identitetin ton nga ana e kostumografisë. Por ama u bë gjë e keqe, se u prejnë rajt, ne nuk ishim më të ulur me tokën ku ishim. Dhe mendoj shumë se është shumë urgjente, sikur në Zadrim, në zonat Malësisë, po edhe në Mirdit, për shembull, që mos rri vetëm në nivele etnografie kjo gjëja, po të mulet me rrajmë vend. Për shembull, me ju rikthy me punu tokat, me ju rikthy me kthy zakonet e doket se si kanë bjetu dhe si kanë jetu në për ato kulla njerëzit përpara, jo vetëm me vu kostume tradicionale, por edhe me ngul me territorin prap. Okej, se do flasim për këtë pikë, se është shumë interesante kjo qasje kështu gati një analizë edhe kështu estetike, domethënë që është e bukur shumë kjo, që si edhe Altini, kam kënaqësikur një gjë Altin, edhe në për media të tjera, kam kënaqësi. Por kur themi për rrënjë dhe kur themi këtë metaforën, sepse tu të godasësh me metaforën kur ngren një biznes, ti e ke mësuar këtë përvojë edhe për jashtë etj me radhë. Edhe pikërisht këto gjumtë e fishës janë aty, mirë po mu me ka tërheq shumë një moment ku këtë ju e keni sjell përmes Reshat Arbanës, edhe kemi me lahut Pjetër Matush në radhë, kështu që ta ndjekim atë moment. Okej, ta ndjekim dhe themi sërish këtu me Altinin. Unë po kloj fishta, edhe hana do t'ja di, edhe dielli do të ketë pa se për qark kësaj rrogullie, si Shqipnia ma bukur s'ka. Ty, ma i bukur Lulzon Prilli, janë më të këndshme Stina e Moti. Në ty Bilbili, pale dielli, kënon ma amël të madhit Zot. Pa ty lules si vjenera, pa ty pema frit nuk bjen, mu pa ty nuk mdel pranvera, pa ty dielli nuk shkëlqen. Sa të kem frym me ligjëru, e sa gjallë në jetë unë jam, kur Shqipni s'kam me të harru,
edhe në varr me të përmend kam. Rënofsh e kjofsh pra moj Shqipni, rënofsh e kjofsh gjithmonë si vera, e me dije me liri, për jetë jetës të rënof të ndera. Mirë, kjo është gjëja bukur që është filmuar në trojet ku është Altini sot, pra aty ku kanë qenë gjurmët e fishës, aty ku ka lënë lahut në malësisë, sa tjera, Homeri shqiptar. Ndërkohë që ti solle modelin nga jashtë si model inovativ, do modeli ishte ky për të mbjetuar konkurrencës, për të mbjetuar tregut, apo për shpërfaq, më saktë për ta thënë, një sipërmarrje agroturistike që ishte embrioni i parë serioz në Shqipëri. Si e mendohet, qyse bashkë me vllajën e me njerëzit tuaj e tjerë, si e mendohet ardhin që erdhe këtu dhe si filloi ta sëndërtosh domethënë te që keni. Unë po është fiks një ata që mungon në Shqipëni, që ishte fiks kjo domethënë krejt shoqënia po shkote nga ana tjetër e gjasë, domethënë ishte në tendencë makaronat me pana, qyteti, zonat urbane, braktisja rrajeve dhe duke i gati për pambetje, ajo që kishim identitetin tonë. Ndërkohë që unë kam pas fati me jetu në Perëndim dhe atje kudo që t'jetosh në Koran, si në Spanjë, Francë, Itali, Gjermani, të tonë janë t'lidhur shumë me rrajt e veta dhe me vendin ku janë atin. Ne e kena patriotizmin, po e kena pa rraj, mendoj unë, domethënë na mungon lidhja me territorin tonë. Jo me kot jena një shtet që importojmë shumë, ma shumë se eksportojmë. Domethënë jetojmë mbi import, jeni na kthy gati një vend piknikut, ku vetëm njerëzit ku i biem senet nga jashtë, i ham dhe hedhim metorinat këto. Në fakt ne duhet me dhe jo vetëm ham, po edhe konsumojmë, edhe makinat që përdorim gjithçka domethënë nuk prodhohet këto. Në fakt Perëndimi të jep leksione të tjera ku ti duhet me përdor maksimalisht burimet njerëzore edhe ekonomike edhe natyrore çka ke edhe mi përdor. Edhe mbi ata ndërton ekonominë tane. Kjo është shumë e thjeshtë. Edhe ideja ime ka qenë më kthy këtu dhe me bën një agroturizëm në zonën time ku kam jetu. Duket diçka shumë e veçantë sepse ishte komplet të shku shoqënia në anën tjetër, por në fakt është normale. Është normale me gatu çka të kanë mësuar nana, është normale me u kthy ke rraja dhe me pru përpara më kohë. Sigurisht është normale objekti jam i dizajnit që është kullarnume, që na ka ndihmuar dy çuna nga Lezhë, fantastik. 3 çuna nga Lezhë, më fal. Domthon Briken Miloti, Ton Luli dhe Marin Nikolla që ishin një treshe e mrekullueshme arkitektash. Çdo gjë lidhet me rrajt dhe me ato që kena aty. Mu më thonë edhe për bunker që janë elementi i komunizmit, pse si ke ik, po sepse janë pjesë historisë. Ideja është me përdor maksimalisht atë që ke dhe me e pru në kohë. Unë domthon ajo që mbate përshtypje shumë kur jam kthy, ishte fiks kjo ideja me i hik vetit, dhe hala sot nuk nalet, unë shoh në mirë ditë duke u bë objekte të reja që përdorin tilla të seza, që përdorin në vendet nordike. Në fakt në mirë ditë duhet me kenë ose tilla të zonës, që janë bën për i baltët, ose me kenë ras. Po nuk i kuptoj këto idetë, me pru diçka që vjen nga jashta, edhe mos më u radiku me territorin tanë, edhe mos me bën ata që kanë bën edhe part tuaj duke pru në kohë, por ama duke pru në kohë pa humbur identitetin. Edhe mbi këtë gjë kena ndërtu gjithë fabulën e punës tonë, edhe ne kena pas shumë vështirë fillim, kena marrë grad zonës, edhe të vjetra për shembull, 65 vjeçare që nuk ishin vjetra, por që kishin trashëguar për nanave të tyne identitetin kulinar në kuzhinë dhe i na mundu me pru në kohë të sotit duke bërë diçka pop midis inovacionit që kishin vetë dhe rrajve tona që ishin çku mes tonë. Dhe aty në u bate shumë sens, që ka mundësi ky djali i Pieter Kols, do me marrë zonja në mosh, me fut në restorant, ose do me bën gatimet e nanës, a din? Sepse kur flite për restorant, flite vetëm për me bën produkte të huaja, sepse kjo ishte restoranti, për kohën, domethënë. Bëj një pyetje drejt për drejt. Ti ke bërë në Zadrim. Po. Nëse do kishe bën një vend tjetër, se tani a kishe shpresë, njeriu e bën dhe mund të dështojë, Po. Po ke bën në Zadrim, tani Zadrimi njihet si vend historikisht shumë punëtor. Domethënë ti u nxite nga kjo, me sinqeritet e tham, unë kam parë edhe pika tjerë që kanë dështuar për fat keq. Pra, varet nga tipologjia, në këtë rast e ke godit fort këtë pjesë, e ke njoh nga parë tuaj, e ke njoh nga vetë ti, se ti ke një fëmijë për aty. U mbështetet ty ky fakt dhe ku mbështetet pak a shumë, edhe ai networku jot.
sa i gjerë e sa i gjatë është me banorët aty veni? Unë mendoj që jam shumë e fat që jam një koktejl, sepse unë vetë jam editor dhe në fakt keni një restorante që quhet Lagje e Editorëve, që ka linë në Zadrim dhe është rritë në Zadrim dhe mendoj se fusha Zadrimës është një fushë jashtëzakonisht shumë punëtore dhe mbi të gjitha është zonë që është edhe shumë bukdhënëse. Mikpritjen e kanë pas të fort. Gjithë qytetënia e ka në fakt, por mikpritjen e kanë pas shumë të fortë. Është vend ku ke harë bukë mirë dhe kanë pas shumë traditë dhe punë kuzhinës. Dhe përveç saj nuk ishin praktikisht tokat. Unë jam shumë e fat që jam një zonë ku njerëzit janë shumë punëtorë, janë turp që vinë me punu, janë të mrekullueshëm. Turp nuk do të thotë turp, mos më bësh herë, do të thotë turp të zgjuar. Dhe janë njerëz shumë të zgjuar, domethënë dhe kanë një nivel kulture shumë të lartë, do të kenë të partë në Shqipëri që kemë filluar para me kushinat e mia dhe me nusën teme, duke shërbyer në sallë. Dhe mbrapa sot për shembull un kam 80% të shërbimit kamerierëve janë vajza. Sepse kena qenë në Katon një nivel emancipimi tjetër ku shërbejnë vajzat dhe mundësisht klientat që vinë janë pavarësisht se janë nga zona jona, por nga gjithë bota, janë klienta që i kena farktu dhe janë klienta shumë të mirë dhe nuk lindin kur ato diskutimet banale, siç është nëpër klubet si ndodhen nëpër Shqipëri. Atin ku për shembull nuk e vënë vajzën me shërbyer se e ngacmojnë djemt. Atin janë thyer disa tabu të jashtëzakonshme për kënd zonë rurale, por mendoj se kjo është fal Zadrimës që është një fushë me shumë ngjyra dhe jo me kot. Për shembull aty afër në fushën e Zadrimës pak më poshtë janë element malsor, siç është pjesa kakarriçit dhe gocave, sepse aty ka shumë malsor, janë kallmetort, janë anasi që kanë rropi mjedit të poshtë, influencat e Shkodrës si qytet dhe në fakt Zadrima nuk është një zonë fshatnash, por është një zonë kozmopolite, si me ka një qytet, domethënë ka qytetnim. Dhe nuk është rastësore që kanë linë koka si Fishta, Mjeda, Zarishti e tjerë më të zonë. Domethënë sepse ka një zonë fertile, domethënë ku ka kriju kulturë të veçantë. Po qëtërim pak më kështu, okej, ti ke gjetë një vend ku janë punëtorë dhe kanë pas... Po ta kisha bërë dikun tjetër. Jo, mirë, okej, kjo pak a shumë i ke dhënë përgjigjen, po secili ti e ke ditë që këta punojnë, kanë punu tokët. Mirë, po në këtë areal, se kanë punu, po si kanë shit, ka thirë, që në tregu kështu, normal, edhe ti e di shumë se çka ndodh me tregu në Shqipëri, ku prodhimi i jashtëm gjithmonë ka trysnuar dhe ka myt prodhimin e mbrëmshëm. Ti mund prodhosh të bash, por nuk shet kur gjë. Tani kur erdhe ti, çfarë ndryshoi këtij areali? Domethënë çfarë ndryshoi ke fuzioni i punës, ke fuzioni i mendimit dhe ke fuzioni i tregut. Domethënë kjo është ideja. Çfarë ndryshoi me ardhmën e Altinit në këtë zonë, në këtë pellg, i cili unë do ta këndvështroj dhe kam thënë vazhdimisht, se ti ke krijuar një universitet në Zadrim. Një universitet shërbimesh, edhe mënyrë punimi etj. Pra ke krijuar një kod tjetër pune. Atje mbrallë parë dhe ishte me ndal pak ke pyetja jote e para, domethënë a mund ta kisha bërë dikun tjetër, unë mendoj se po, dhe di me thanë që janë zona sikur është Mirdita, që është akoma ma virgjën dhe nuk është ndërtu dhe nga ana infrastrukturës nuk janë dëmtu kullat dhe nuk janë bërë shtëpi të reja, kështu që do ishte kenë akoma ma bukur, mund të kishte kenë i vend parajs për këtë punë, mund të kishte kenë zonat e malësisë, janë shumë zona që mund të ishte bërë kjo gjëja. Padyshim nuk bëhet vetëm aty. Por kishte ndryshuar komplet emri, koncepti, sepse jemi një vend tjetër. Puna është mu adaptu me ato që je, aty ku je. Kështu që për këtë pjesë nuk është se është vetëm ai vendi i veçantë. Nga ana tjetër unë kam kuptuar thelbin e problemit. Dhe thelbi i problemit është se në diktaturë ne nuk është ndalu me kënd katonar. Ne kemi kënd punëtor qytetin katon. Dhe në diktaturë mishin, venen, produktin, djathin, gjitha këto i ka bërë partia. Në fakt, historikisht në botë, venen, djathin, mishin e thatë, bujësinë e mirë, zajret, domethënë turshit e këto nuk i ka bërë partia, i ka bërë katunari, dhe katunari mbrapa i ka qenë nivele më fisnike dhe kur është fisnik nuk bëj pasën, i ka bërë nivele më të mira prap. Por nuk mund t'i bëj partia, domethënë partia s'mund t'i bëj dot, partia dhe shteti duhet me marr taksat. Kurse këto koncepte i zhvillon vetëm iniciativa e lirë dhe sidomos katunari, fillon me tokën. Unë i kam pasë, për këtij problemit të shkatrimit të ekosistemit, kam pasë që kishim tamlin fantastik, por bagjo bate djathin e barë kuadrat. Kishim vend shumë të mirë, por ama shumë herë për shkakun nuk u punote si duhet në disa kantina, sepse nuk mundesh dot me bën këtë gjë se ti e mendon mendon prodhimin e produktit si një fabrikë. Ti nuk duhet të jesh fabrikë, duhet me kenë një katunar që dën tokën dhe mbi këtë gjë ndërton mbrapa produktin e mirë.
Kjo është për mendimin tim ideja që i mungote venit. Nuk ka dhe ka prap problem puna tregut shumë në Shqipëri, vetëm për këtë arsye, sepse nuk vlerësohet si duhet. Po të shohim vende homologe, siç është Italia për shembull, në një zonë rrafshit që është si Muzea këto, si Sadrima, por shumë më e madhe, është oqean me fushë, është fusha ku bëhet Parmigiano Reggiano, ku tamli merret në zona normale, hadin. Është fushë, nuk është se merret në Alpe, në zona të veçanta. Dhe ai tamel shumë i mirë, por normal, bëhet një djathi më jashtëzakonshëm në botë. Thjesht sepse katonarët janë bërë fisnik dhe fisnikt kanë ndërtuar një produkt që është tempull. I jepet vlerë të jashtëzakonshme një zone që është fushore ku ka mjegull gjatë gjithë kohës. Dhe unë shifshim këtu paradoksin e kundërt, tu kishim fatin me pas katonarë që kanë 4 lopë. Dhe kur katonari ka 4 lopë, ai tamel nuk është tamel, është flori. Por u paguhet e atë kohë në fillim 350 lekë vjetra, domethënë, tamli këtyre njerëzve, që ishte flori, dhe pastaj shkote ndurë të Baxheri që bëte djathë dhe baru kuadrat që shite 3000 lekë vjetra. Domethënë ky ishte shkatrimi i vlerave. Paralelisht në një Shqipërinë tonë gjithmonë shifshe produkte djathë natuj që u shitin 20 euro, domethënë 20 euro kilja. Edhe thu si ka mundësi që ato kanë tamel intensiv dhe me tamel intensiv bëjnë një djathë të jashtëzakonshëm dhe na këtu kena tamelin fantastik të ti që ka 4 lopë dhe bëjmë djathë anonim. Dhe nuk ishte faja si Baxhës, është faj i dijes që kena humbur për i komunizmit dhe janë eduku njerëzit me bë produkte pa identitet. Në fakt ne duhet me u kthy në identitet. Unë dashuroj shumë dhe shpresoj shumë që për shembull Malësia Madhe t'i kthehet bëhet djathit me erë dhe bëjnë të manë formë plisit. Mirdite ka pas msheret petaloke, të holla dhe i kanë pavizat me i kryq sipër, që është edhe simbol fetar, por është edhe për mos mu fryz, kanë pasur më pak kryp, domethënë. Gjithkush ka pas zonat. Unë këtë androj, domethënë që kur të shkoj mirëditë mos shoh vetëm konsume tradicionale, por kur të shkoj atje të shikoj produkte tradicionale të lidhuna me vendin fort, për shembull vena, mishi i thati i thiut do të më kenë për shembull produkte elitare që do të më bëhet tetan, do të më bëhen nivele të mëdha, do të më kthy fermat, do të më fillu me rmu tokën, me mush me vnesht atë vend, e me punë, sepse vetëm kështu mundesh me pështu braktisin e komunitetit. Nuk mjaftojnë kostume tradicionale, më fal se po këmuli kjo pjesa këto. Po e qartë. Shiko tani, pak a shumë kam lexuar që ju keni bashkëpunim me 400 familje. Një familje që janë aty prash, një network shumë i madh, është vërtet i madh. Nuk e di se çfarë prodhimesh merrni, si merrni sepse duke qenë agroturizëm normal që synon me kriju dhe prodhimet tuaja. Disa gjëra që ti bësh edhe vetë me radhë, por ti shoh që ke rujt një raport kujdesshëm. Normal është një raport funksional që funksionon në të mirën e biznesit, se po nuk qenë të mirën e biznesit atëherë me të thjesht qasje egzotike në të raste, por do doja se cilat prodhime, po cilat produkte dhe si ke ndikuar tek ata, se mund ka bërë përshtypje vetëm një gjë. Kur ishim duke bërë një videoklip, duket se nga zona Dajçi, që kemi shumë, dhe në një shtëpi aty, bëni përshtypje na priti si janë mikpris të jashtëzakonshëm, na priti me rakinë e venit e këto gjëra kështu. Po zakonisht kur hyn një shtëpi, shef tana me rrush, ose tajg ose rrushin me radhë, edhe më bëni shumë përshtypje sa aty pash kivi. Nuk isha parë në herë tanë me kivi, sa hym mbrana gjithë ishte mush komplet o borri. Dhe i thamë, to kivi, vetëm kivi hani ju, i thamë shumë. Jo, tha, ne kemi të kontraktuar. Ku i keni kontraktuar? Ke Altini Mbrizit. Edhe këtu më ka bërë shumë përshtypje kjo. Domethënë, gjëra të tilla në këtë familje si keni organizuar, çfarë merrni pikërisht nga ajo zonë? Ne orientona, domethënë executive chef për ne nuk është vendosion që kena me gatusat. Vendos produkti, dhe atë që kena du të me shërbyer se s'ban. Për shkak kena pasë kivi nuk mund ta integrosh në ke frutat ose ke reçel, atëherë e kena fut ke langjet. Ne kena eliminuar komplet pijet industriale, atëherë duke eliminuar pijet industriale ti keni konsum masiv të çdo produktit, sepse ti nuk ke nevojë më me ble tonelata në muj me langje. Kështu ti thjesht të bien fruta dhe ti shtrydh dhe i ban lang direkt atin dhe duke bërë këtë gjë mundësisht me torinat jo hedhin patave. Duke bërë këtë gjë, do të thënë kena kuptuar që na mund të shtojmë fuqinë blerëse, kena shpikë edhe dugaja shumë rëndësishme se dugaja poshtë mbrapa na ruan edhe stabilitetin me katonarët, për shembull kur na sillnin qeshia tash ka qeshia shumë i vëmë shitje, ka pak i përdojmë restorant, ka shumë vezë i vëmë shitje. Këtë jena mundu me gjetë ekuilibra, as sa kena mundësi, nuk mundna me u plotsu gjithë, ta thënë drejtën, sepse padyshim që kena telefonata pafund tash që po na marrin telefon jo për keca, për gjithçka, shumë herë nuk mundesh me marr tanve, sepse as kapacitet ke, a din, se nuk mundesh me zgjidh hatë të gjithëve. Me keqardhje duhet ta them që akoma nuk ka ndryshuar si duhet perceptimi
edhe duan ndryshimi i këtij ekosistemit. Për shembull, akoma nuk e shoh pse për shembull një bar katunit nuk mundet dikun tjetër në zonën teme ose kudo që tjetër nuk e merr kurajën me bëu këtë gjë vetë. Për shembull, një shtryllse fruta shkret bazike, edhe me marr mollën kur është në stin vetash 50 lek, atin 3 ose 500 lek vjetra. Dhe ti mundesh me shtryll dhe me bëj gotë me lang mollë të freskët që kushton shumë më pak se sa ajo. Shoh hala se zhvillohen dasma pa fund në Shqipëri dhe shoh produkte sikur bananja, ndërkohë që na ka benefic të rrushi nëpër tona. Zhvillohet dasma në tonë të rrushit dhe nuk t'jep rrush me hangër që ke në stin midis gushtit, atin, por t'jep banane që vinë për i larg. Dhe mas që marrën dasma, mrapa ankohen se nuk ka treg për produkt. Në fakt ne duhet me vendos menun ton konsumin e produktit territorial të tonë. Po së ndryshojë thellësisht, nuk mundet me i zgjidh problemet 4-5 restorante, atin. Do të ndryshojë edukata e konsumit produktit përditshëm që me kanë sa më shumë e territorit tonë. Dhe kjo nuk bëhet me akte kështu as shtetërore as zona, do të më i zgjidh vetë. Dhe kur ankon mrapa se ka braktisje në zona rurale, braktisje i nana aktorët e partë kësaj braktisjet. Unë gjithmonë i kam mshu kësaj, për shembull për shninin, unë kam fitu gati, duan shumë si po marr shnin, më shohin me antipati, sepse shumë herë fol pak ashpër ndaj tyre, sepse nuk kanë vena shqiptare këto. Kjo gjë ka miell frutet e veta, se unë kam pasur se shumë struktura mikpritëse në Shëngjin kanë vena shqiptare. Po. Unë kam kantinë venet vetë, temen se kanë marrë se më kanë një natë, por nuk ka problem, më rëndësish marrë se kanë fillu të tjertë. Po, morim të kanë një disa kantinat fantastike, për që kur është kantina Kallmetit, kantina Arbit që janë të mrekullueshme, dhe unë jam i kënaqur kur i shoh nëpër restorantet e Shëngjinit, unë i shoh dhe jam shumë i lumtur, pavarësisht që mrapa ato shamit i kam hangër unë sepse kam shtruar këto tema të forta dhe në fakt janë shumë të rëndësishme. I kthehem prapë idesë, nëse dona me investu ke një turist elitar, dhe i kthehem prapë ide se turisti elitar nuk është ai që do me ble venen 200 euro shtrejt, por është ai që don produktin e territorit, ku shkojë edhe në Shnin, edhe në Tale, edhe në Mirdit, edhe në Fisht atin. Që do na me investu ke klienti elitar këto, do më thënë duhet me i dhanë sa më shumë produkt venit. Duke bërë këtë gjë për minimin tem, do të kena i ardhmë shumë më të mirë. Ke dhënë një model është gjë shumë mirë që ke duket tona, ajo që ke marrë nga jashtë. Është gjë shumë mirë, se unë vera një gjë. Edhe dikush që krijon një model nuk lufton që ta shpërndaj këtë model, domethënë rri marrë nga vetes në atë fermë vet, apo me radhë dhe kam bërë që ti shkon në përpanajire gjithandej, merr pjesë kudo ke marr pjesë, që masë nuk e keme në interes shumë madh, i ke shërby më tepër, i ke shërby sipërmarrjes agroturistike në Shqipëri, por gjithmonë shkon me këtë katundashtit, mrizi i zanave, katundashtit. Është një formë që ka dhënë rezultat. Po, por ne duhet me ndryshu se s'ban perceptimin dhe idenë që mirëqenia nuk duhet me kenë kur personale, s'mund t'jetë personale, domethënë është më bet këtë, domethënë qëse ekonomia nuk ka lënë terren dhe nuk përmirësojmë këtë shoqërinë tonë, nuk më duhet gjë mua, çam duhet mua arrit në fëmijët në një vend ku e kam kushinë e varfën. Pasunia e vërtetë është kur unë e marr si shembull shumë bazik, domethënë ju tham kalamajve kur vinë, se vinë për vizita shumë për ditë dhe sot kishim 100 kalamaj, fëmijë. Edhe ju tham të bëj prallë, ju tham po më dashni u dhan një shtëpi shumë të madhe në Afganistan, ju tham me 4 kate, ka pishina, ose një shtëpi shumë të vogël në Zvicër. Që është dronjë ta din 30 metra. Tan thonë do në shtëpi të vogël në Zvicër. Ju tham po, a dini pse? Sepse ajo në Zvicër, ai personi në Zvicër i ka kushit mirë, për ata ju pëlqen kjo. Dhe kur i ka kushit mirë, atë quhet zonë mirëqenie. Dhe atëherë ajo kulibja e vogël ka vlerë të jashtëzakonshme. Kurse kur ti ke shumë vet, po i ke edhe i rrethum nga fugaret, rrokull, aty nga njerëzit që nuk e kanë njëjtën mundësi si ti ekonomike, atëherë ajo që ka kënë nuk vlen as si lek. Domethënë nuk ti mundesh me kanë shumë i pasën, po s'ka vlerë. Vlera vërtet është kur ndryshon komuniteti. Unë kam dashur gjithmonë që të ndryshojmë rrymë në Shqipëri dhe të shtohen sa më shumë agroturizme, sa më shumë restorante me identitet shqiptar edhe në zonat urbane, sikur është qyteti i Lezhës apo Shëngjinji etj. Dhe gjithë ato që kanë identitet për minimin tim janë kontribut shumë i lartë për kombin tonë, për vendin tonë. Okej. Shiko, unë Altini do ta godas me pyetje. Pastaj ti edhe do jetë një pyetje interesante Altin, po do ta bëjmë pas një spoti publicitar. Dhe rikthehemi sërish me Altinin këtu.
rikthehemi këtu në kuvend në Akrolis TV dhe kemi bisedë këndshme me Altinin e Mrizit. Altin, shiko tani, se ti godet vazhdimisht për këtë duke thënë, po duhet prodhimi vendas, dhe nga i herë duket sikur krijon një përplasje kështu me këta të tjerë më radhë. Mi po kur e bën dhe konkretisht është problemi, se mirë kështu, konkretisht do thotë, ti shkon në Sidon mes Tiranës. Ose tani edhe në Shkodër më duket se ke qenë. Rastin e Pashve, rastin e Krishtinjës kur ke qenë? Po. Ishim për Këshnella në Shkodër, karnevale. Për Këshnella, po, karnevale. Okej. Dhe ke shku me duke dhënë disa prodhim ku ke punë njerëzit në radhë. Për herë parë në Pashë si në radhë dhe qumshit historike, dikur. Ose në radhë dhe vajgurit në radhë, kështu. Nuk e di, t'jep të kënaqësi duket kjo. Mendoj që ishte mesazh shumë i mirë për supermarket që të orientohen drejt produktit shqiptar. Domethënë, ajo që ndodhi për shkak në Tiranë ishte mesazh i qartë çfarë duan njerëzit. Domethënë ishin shumë struktura ato që bëshin kret produkte importe. Në fakt kishte lidhje se një pazar, një treg Këshnellash, Krishtlindjesh, duhet me kenë ajka maksimumit e produkteve shqiptare, sidomos në kryeqytet. Ja kupton. Por normalisht tregu është i lirë dhe ti nuk mundesh me kanë selektiv, domethënë edhe bashkia vetë s'ka pas fajse. Ai që vjen i pari që ofron mundësinë marr me ekspozuar nuk mund të jetë bashkia që e ban, po vetë natyrshëm konsumatori do ta vendosë këtë gjë. Mendoj që me kohën supermarketet që do bëjnë më të fortë, që bëjnë produkt shqiptar, ke ai treg, do të jenë ato që mund të paguajnë dhe automatikisht tregu vetë do i selektoj këto gjëra. Kështu që ishte një mesazh i parë i qartë, sepse aty kishte shumë produkte jo shqiptare. Dhe ne që ishim me produkt shqiptar, njerëzit kanë bëjnë rrallë deri 1 orë 40 minuta me marrë një bukë me gjathë. Bukë me gjathë, ha? Po, bukë me gjathë kam qenë. Gjathë beni. Po, kjo është ideja. Kaq. Edhe jo mushe që bënte si ishte tipi. Padyshim që do të studiojmë në anën komerciale. Si tip majse apo diun se çai ishte se çfarë bënte atje. Djafiziem, se është tipik i malsor. Po bravo, dhe njerëzit bëm aty si rishin rrallë ishte, dhe pak ftohtë pa aty rishin. Sinqerisht është me të qindra vetë, mira vetëm kaluar. Zemrën, dhe na sa në fakt shkojmë në Tiranë na ndodh shpesh kjo gjë sepse na ofrojnë shumë, domethënë dashni dhe na duan edhe na kanë mbështet shumë se jo me kot arrim me maj gjithë ato familje me ne kam tonë me fitu edhe vete me investu sepse po sfitoj nuk investojnë dot se tash mos bani hipokrit domethënë. Ja dhe gjithë kjo gjëja që ndërm kam sepse kena shumë suportues që na duan me thënë drejtën. Kjo është ideja dhe padyshim mesazhi ka qenë shumë i qartë aty, shpresoj që këtë vit të fillojnë zakonisht nuk është kaq kollaj. Unë kam pa kena vujt shumë në fish desa ajo ka mush me një njerëz me botë të ngjall. Për shembull ishte ideja bujtinave që kena bën zonën tonë. Po, okay, se flasim pak më mbrapa, po. Shiko, Altin, duket njëka aty unë se shifsha se ishte edhe tu duhet shërbyer ty, po në si bosat. Dhe mu duket mu si Laçivita, domethënë. Një sherif ka ardhur në Tiranë. Mu duket si sherifi Katunit, apo thonë që shku ta në Tiranë. Edhe me thopër. Po me thopër, mi po patë ndryshim nga Laçivita, se Laçivita solli modelet amerikanë, apo ti solli modelin e Katunit. Ata duk vetja si sherifë atë kohë? Ja me thënë drejtë, një vetëm thjesht, po në fakt pak si thjesht domethënë si tip superheroes që për unë ata që ka njerëzit duhet, domethënë njerëzit janë të kërku fort këtë gjë. Domethënë ne vetëm thjesht biznesi do ta kuptoj këtë gjë që duhet me imshu se s'ban produktit vendor. Dhe duke imshu kësaj mendoj që do të rritet atë prodhimi vendor. Është shumë e rëndësishme diçka tjetër që mos të kaloj niveli hipokrite, domethënë kur ti vetëm thjesht e ban falso. E ban me folklor, por në fakt produkti mbrapa nuk është i punuar për shqiptarëve, por është importuar. Kjo është tjetër temë që do të diskutuar sepse shumë herë ka edhe falsifikim produktit. No, shpesh herë. Po ky është momenti. E kam përjetuar domun në ca lokale. Unë thon mish gici i vendit, në fakt është marr në Brazil ku di shumë drejt. Po. Por është do të shojmë anën pozitive. Fakti që është fillu me u falsifiku produkti shqiptar, sikur falsifikohen rrobat firmato, Gucci adin, është një moment shumë i mirë. Do të thotë që produkti shqiptar ka filluar të marrë vlerë fort dhe jena shumë plumton. Tash ti hapi dytë është për shembull që njerëzit konsumatorët mirë dallojnë të vërtetin me falson dhe kjo gjë do të ndihmojë prodhuesit vendor që akoma janë shumë pak. Duhet me kenë më shumë, ne nuk prodhojmë alo mjaftueshëm. Në këto vite që ka pasur rritje turizmit, është rrit shumë edhe pak a shumë prodhimi, por jo paralelisht sa duhet, ndërkohë që rritet mërësisht shumë importi. Po, sepse ka konsum, adin vin gjithaj turizëm dhe ka shumë produkte shqiptare, më falni, që ka shumë produkte shqiptare që do të thënë gatime tradicionale që janë në për zonat urbane që nuk bëhen më me mishvenjit e kështu, padyshim e dim shumë mirë këtë pjesë.
Por ama turistët e huaj vdesin për to, se duhen identitet, a din? Okej, atë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në Tiranë, do të ndjekim disa minuta me Altinin atje mes Tiranës, Sherifi Katunit. Atë e nishin në një speciale që është bërë në rrëfime suksesi. Ndiqeni. Street foodi mundet shumë mirë me kanë edhe një ushqim i mirë, me produkt vendor, dhe ato pare që shpenzohen të shkojnë për ekonominë lokale shqiptare dhe jo mos shkojnë jashtëtetit. Është hera e parë dhe ideja lin nga një pyetje, pse nuk ka tek street foodi, nuk ka ushqim vendor. Dhe kush na e ka rekomanduar ne që ne duhet me përdorë se s'ban ushqim industrial dhe ushqim të keq për street foodet. Street foodi mundet shumë mirë me kanë edhe një ushqim i mirë, me produkt vendor, duke i bërë mirë shtetit tonë dhe duke i bërë mirë edhe ekonomisë lokale. Po këto ka shumë realitetet në ngjashme në Napoli, në Zvicër, në Francë, ku banë djathna të shkrim, një farë mënyrët, dhe baza, themelja është se na kena marrë diçka shqiptare, si që është djathi i ziem, tipik i malsorve, duke bërë një mix djathna që bëjmë vetë, kaçkavallin, gjisin e tymosën, djathin e tharmë, që të varet kur të zihet, edhe me të lynë katunit, me gjalp katunit, me tamël të mirë. Ideja është me bëj një produkt mirë, me diçka venit, ideja është me bëj diçka më thojza komerciale, që ti mundesh me bëj shumë njerëz, por që ushqimi të jetë i mirë dhe ato pare që shpenzohen të shkojnë për ekonominë lokale shqiptare dhe jo mos shkojnë jashtëtetit. Kjo është ideja. Ka qenë një ndjesi dashnie të jashtëzakonshme që na inkurajon shumë. Edhe na ka dhënë një energji të papame dhe kena kuptuar çka duan njerëzit dhe është një mesazh i mirë, besoj edhe për shumë tjerë që po mendojnë ndoshta me bëj diçka të ngjashme, ti drejtohen kur të bëjnë ushqim rruget, të bëjnë ushqim rruget të mirë. Njerëzit kanë nevojë për ushqim të mirë dhe kjo ka qenë disa ditë as duk si protestë. Dhe ta marrin tamam si protestë që njerëzit me nivel i bojnë tregtarëve për më thënë një gjoni, ne duhem ushqim të mirë dhe jena disponueshëm me prit edhe një orë gjysmë në radhë për më hongër diçka të shëndetshme dhe që t'jetë mirë në shije. Ne patëm bërë një test në Lezhë dhe kur kena pa që ka rrallë në Lezhë, unë e ka ditë që më Tiranë ka me novë kjo gjë, kështu që edhe vendin ku gjeta pak si më shmangë, në cep që mos me bezdi se mos me shqetësu kolegët e tjerë. Dhe në fakt doli shumë marë, sepse këtu kishim edhe mundësi, dhe më thënë veprimit, du me falenuru shumë edhe Bashkinë Tiranë, që ka kënë gjithmonë e disponueshme bashkë me organizator. Ka pas disa, po ajo që ishte tamam me interesante, ishte një zotni që kapi thelbin, që rrëfente që kjo ka kënë kjo radhë, është tamam fix një protest e qytetarëve, është një klithmë për ushqimin e mirë, edhe për estetiken dhe jo për zhurmë me tallava dhe ushqime industriale ndërkombëtare, që tashmë u ka hik moda nëpër botë, nuk i bën kush pa. Mirë, pas këtij momenti shumë bukur atje në Tiranë me Altinin, e kthehemi me Altinin këtu në Kuvend. A duket pëlqy Kuvend me Mrizin? Është e bukur. Shumë e këndshme, faleminderit edhe për imazhet e për tona. Okej, shumë bukur. Okej, shiko Altin, ti gjithmonë pra ke ne te kjo ideja e gjës, domethënë për ta sjell traditën, për punu me traditën. Në fundit ai veni ku je ti ka qenë, me sa duket kanë qenë venet edhe kampet të ish dënuar politik. A shumë rrallë. Ka pas dhe i kull të vjetër aty. Edhe ajo gjë që vemre edhe në përkullë, vetëm përkullë, por një institucion, domethënë ajo që ke bërë ti është një me kull në arnume, është një gjë për të marrë shembull edhe sot domethënë institucionet e kulturës dhe institucionet muzeale, sepse nuk po i bëjnë. Edhe të themi shembull fare të thjesht. Tani në Spaç. Shkojnë atje ku veni ku kanë vujt, kanë nejt, kanë jetu edhe u janë rrjep 7 palë lëkur dhe shkojnë bëjnë rekonstruksionin e fundit çfarë me suva, kupton tash. Se ti nuk dije me bëhet mur. Pra edhe ky është një model që unë pranë po e përmend sot, sepse do kemi një temë vete, por ta përmend domosdoshmë që ky është modeli i Altinit i cili ai projekt, si përmend emrat e personave që në fillim ti, ai projekt sot është fut në elitën arkitekturore të Evropës.
Ka që thjesht është. Po, kjo ka qenë para shumë një ide që kena fillu që me mullinin fotovoltaik, do më thënë me po një mulli gurit vjetër, ne pa të marrotullën e partë gurit prik ashnjetit dhe ka keni mulli braktisën që lëvizte me ujë. Dhe kena thonë, hajde ta bëjmë mullinin me gur prap, i bëjmë mekanizmin, po ta bëjmë në kohë. Si me pëm kohë me energji fotovoltaike. Dhe kështu kena bënë dhe ma ta. Lidhur me spaqin, pa dyshim është ka dalë sak diçka e shëmtuar. Unë në fakt kanolli është gabim, sepse unë mund në rastisi me folë para pak diç me ministrin që takohen në Tiranë. Domethënë do tha sinqerisht u ka dalë pa dashje kjo gjë, domethënë sepse ka shku thjesht informacioni i gabum. Ato janë dashur kanë desh thjesht me bë funksionale që të shkohet të vizitohet pa desh me bë të bukur sepse ai nuk është i bukur, po është do të jetë thjesht me punë. Kështu edhe në fakt mendoj se ka qenë thjesht gabim projektit. Unë kam vënë dëshirë aty. Jo, okay, unë kam vënë dieni, po duhet më ardh me pyet specialisht. Unë kam vënë dieni, në fakt unë kam mik ministrin prej kohësh, në kohë rinis, edhe pse kësaj radhe ju duk si tendencë dhe më ka hishte nga Facebooku me rrjetet sociale. Por do i vim prap. Do i vëm prap lidhje. Se nuk kanë mundësi me ndjek, domethënë. Jo, po është e rëndësishme se tani po flitet për turizmin e kullave. Po mos u shkatërron shumë kulla etj. Por fakti për të marrë direkt aty, ti bën gjën konkrete. Dhe ky vlerësim sa herë kam parë në shumë raste që kanë marrë vlerësime ndërkombëtare. Interesant, një kull, ernume, bëhe me gjamë, me tjerë. Një të objekti më i publikum nështë në Shqipni, po se po dhe në Ballkan. Ne herën e parë më mend që pati tek faqja arkitekturës më e madhe në botë, që është në Facebook, quhet Arkitekturë and Design, ka 33 milion ndjekësa, është më e madhe në botë. Më e madhe. Po dhe e publikoj herën e parë dhe mori diçka 260.000 like aty, dhe ishte shumë, ishte pëlqim, do të tregonte domethënë që edhe këta e fiksuan te holli si publikimin më të mirë të vitit para shumë aty. Interesant. Dhe edhe shef kullën tonë që është një objekt shumë i vogël i varfën, kull një familje çobanësh thjesht, padyshim kena kanë gjysmë pasën, sepse kena pas 200 sa krendhi, 50-40 lopë, ishim familje mesatare normal, tu mundu më kam, domethënë sigurisht e periudha. Por as i gjon e jashtëzakonshme, thjesht kulla eme e vogël, të bëhet kaq e famshme në botë, sepse tregonte fiksa ata, domethënë që duhet me tregu, që bate bashk etikën edhe faktin që kena rujt shkumen ton, faktin që kena punë kohë me dizajn, edhe po gjithmonë duke nejtë e qëndrueshme. Domethënë ti bën një investim kaq të vogël dhe mundet me kanë shumë e famshëm se sa kullat nga studio arkitekture botërore që kanë 50 kat aty. Dhe kjo na ka bërë shumë të lumtur, sepse është ajo që njerëzit duan. Po duan sepse turistët nuk do vinë me pasë, pra shumë me pasë, Greta Qia shkojnë në New York, shkojnë në Manhattan, ku diun. Po jo, pra kjo është ideja e rujtjes kullave, çdo element, çdo portik, çdo kështu. Ti je modeli më i mirë për këtë rast. Nuk e di, kanë ardhur studentat të arkitekturës? Kemi pas shumë. Kanë ardhur ndërkombëtarë dhe ndërkombëtarë. Edhe ndërkombëtarë. Po kanë pasur, vinë shpesh. Ndërkombëtarë dhe artikuj shumë të bukur aty ndërkombëtar për ta, për këtë projektin që është thjesht një vazhdimësi asaj. Unë thash para kam punësuar gratë zonës dhe kemi kombinuar me eksperiencën tonë ndërkombëtare. Kështu ka kanë edhe ndërhyrja e mullinit fotovoltaik me mulli rrotullet vjetër guri që lëviz me energji diellore. Siç është kulla arnume, domethënë që ti e bën në kohë kullën e vjetër. Dhe këtë kjo valle, që është e jona, ka kënë dhe me guzhinën, ne kena kënë katonarët e parë që kena dalë në Vogue. Vogue është një revistë modet, që zakonisht një faqe për me dalë aty shkon 500.000 euro, adin. Interesant. Dhe ne kena dalë falas, pa dyshim falas, se s'mund paguajmë pare për atë punë, në një artikull shumë interesant, po ishim në fillimet tona, adin. Vogue Italy, do më thënë një revistë modet, maksimumi i modës në botë, të zjerë dhe fletë për i katonarë për i fishtet. Se përveç të mediat e tjera që kanë qenë Financial Times, kështu po më pëlqen ideja që ishte revistë modet. Domethënë, sepse thjesht kena bënë atë parë se sa më bë kull arnume. Por domethënë, është thjesht një fije mendimit, domethënë estetika, sidomos në botë lidhet shumë me etikën. Dhe me qëndrueshmërinë. Nuk mundet me kanë diçka estetike nëse nuk rrin mirë, a din? Estetika nuk duhet me kanë thjesht diçka luksoze. Se ne nuk ishim vogël që ishim luksoz. Por thjesht ka etikë dhe vlerat etike. Integrimi i gjithë këtyre copsave, po them, të rrugës gjëra vjetra, siç janë ato me radhë kulla, tjera gjithë ndërtimet që keni bën, qoftë ato poshtë, ato bani me voza, ku diun ç'ke bën, patat që ke atje me radhë, gjithë janë si enë kapilare që i kanë shërbyer, domethënë i kanë shërbyer gjithë oazit tuaj të mrekullueshëm. Po na kena pas domosdoshme se fakti që ka një burg politik aty do thotë që ka kanë vend shumë i varfën aty.
ka kenë kambi trajnimit, ma bëu këthyn quhet tip vend grumbullimit, a din se nuk është se ka kenë një të mërshëm si kur kanë spaqi, padyshim. Edhe sot i kena dhënë pak të njëjtë punë atë. Aty afër pak më poshtë nesh, domethënë thjesht 50 metra nën kampin e Fishtës, ka kenë bash kampi i parë i shqiptarëve të Kosovës që kanë ardhur në vitet 90, diçka që kam qenë në Itali më atë periudhë. Mas kësaj po bëhet kampi i Gjadrit. Domethënë zona jonë është konsideruar historikisht nga qeveritë si një vend domethënë që nuk ka një potencial të jashtëzakonshëm, domethënë si kështu si zona, din, por edhe përpara që në vitet 90. Sot padyshim se qeveria ka investuar shumë, se për shembull ajo që është bërë për Fishtën me shtëpinë e Fishtës, me 2 shtëpitë e Fishtës, me një shteg që është disa kilometra, me shesh pushime dhe dalje panoramike midis 2 liçenjve që ka Fishta. Edhe me gjithë një shteg që kanë bërë, domethënë mund të jetë parku më i madh që është jashtë dedikuar një shkrimtari në Shqipëri. Domethënë më në fund Fishtës jashtë dhënë që meriton. Tash thjesht mungon pak më u kthy një jetë dhe të jetë interaktive për ditë vizitueshme, por ama investimi që është bërë sak më i madh në energji për një shkrimtar, mendoj se i kalon gjithë tjerëve, domethënë është shumë e bukur. Gjithë kjo që përmendni, gjithë kjo pasuri, po them në këtë amfiteatër, po që kështu që përmbledh shumë gjëra, dhe është fat me pas më radh, por gjithmonë që të dish me bën dhe PR-in, domethënë ajo që ka shumë rëndësi bërja e PR-it. Por shumë kull në numër që unë kam pa dhe gjithë edhe pjesën tjetër, po që jam pa me kështu, në mënyrë shumë veçantë ka qenë një klip e ty, shumë i bukur, Fatmiri me Fatin. Ishin kohën e martesës, domethënë. Dhe është një gjë shumë e bukur që ata ta mbajnë mend për tani jetën, tani janë bërë me fëmijë. Unë i kam miq dhe i respektoj shumë edhe njerëz të bekuar prej Zotit. Në radhë, po kam shumë qejf që njerëzit ta ndjekin. Pikërisht këtë moment ku fillojnë duke u zgjuar Fatmiri ke ato, ka ajo dhoma e kullës arnume, e pret nusja marr shportën, atje janë shportat e zonës dhe me radhë, është një gjë shumë e bukur, edhe du ta ndiqni ajo. Ndiqni këtë jetë.
Okej, besoj që e keni shiju këtë etyd, edhe kthehemi me Altinin, shumë kënaqësi me bisedu me Altinin për këto gjëra të veçanta. Po mundohem me bëj gjëra të veçanta, ti ke fol në sa studio ke fol deri tani vëlla? Në disa. Ku s'ke shkudi, ku s'ta marrë tjerë më radhë. Edhe kur thashun do vije ke Akrolis ky, do vetë thash jam to e lodh, jam to e heqë nga puna. Po besoj që ja ka vlet pak që pse të mos i bëjmë gjëra këto, se kjo është tendenca jote për të ndikuar tek fshati ku je, kështu që edhe ke televizionin ku jemi. Ke komuniteti jonë, kjo është ideja. Se ky është i komunitetit tonë. Edhe Akrolis TV është i komunitetit tonë. Nuk ka gjë më vlerësim, do të thënë unë ti din, ne kena shumë klientë ndërkombëtar edhe, por kur shoh bashk fshatarët e mi që vinë e marrin një produkt ke dyqani jam, unë mendoj që kena bërë një akt, do nuk ka rëndësi mundet me blej 100 herë më tepër një konsumator ndërkombëtar, por kur vjen me marr vetëm një top me gjiz, një bashkëtar jemi në dyqanin tim, mendoj që është vlera më e jashtëzakonshme, do të thënë kur komuniteti jot do me bashkëpunu me ty është fantastik. Ti e din se është shumë e vështirë me kanë profet në vend tanë, din? Sigur thojnë që edhe për priftat thojnë nuk i lanë kur më prediku aty ku kanë le, është shumë vështirë, në rrallë. Është më qartë, shumë zor me kanë vend tanë. Unë më përmend emra këtu, që kanë biznese etj, po të parë që nuk i nimojnë janë fshatarët aty bashkë. Po, duhet me kanë, kjo është, po në fakt është një mix, domethënë është një mix midis pafësisë tonë me fillu me bashkëpunu me tujt, a din, edhe lokalt, është një e përbashkët, nuk mundna me fajsu tjetër, unë e them gjithmonë, për shembull katun tem, po të kisha pas dikan offer që ka i pasuni të jashtëzakonshme më shumë se sa unë, a din, padyshim që do kishte elburu natyrshëm një xhelozi se është një njerëzore, nuk është asgjë e keqe, a din. Dhe po do të me punu bashkë, do të thonë do të me vënë të dy me pozitën e njëri tjetrit. Po, e qartë. Kështu që me mirësi i shkon aty. Merr dhe vetë të kjo, se mua di çam kujton duket një në këto gjëra kështu që ke bën aty në zonën, mua më sjell ndërmend nën dilën e Balldarenit. Unë e kam intervistuar në moshën 130 vjeçare. Ka vdekur në 115. Dhe ka qenë intervistat më të bukura që unë kam gjithë jetën time. Një grua e vogël, rritje time, rritje tim vetë e tjerë në radhë, edhe jetonte aty. I bëj një pyetje nga funi, pastaj se ishte më kujtote fshati midis ujrave, ta bisede zgjeruar tjerë me ta, më kujtote gjithë kohën dhe i them, o në ndila i them, po me ti, si ka mundësi, keq ke heq, jetima ne, rrit fëmijë shumë, dhe tjerë. Qa ka që ke jetu ka gjatë? Në me hangër e kështu, shashtu, doktor s'ke pas, e tjerë, qa ke i gjatë veçanë? Edhe pranim, ajo tani përgjigja saj më kujton ty. Edhe thot, gjo biro, thot, ka një gjë, thot, se përveç se gjithmonë e kam ndjek Zotin, edhe në atë kohë, dhe thoja rozare dhe urate përballë kishës Shnaprendes që është atje, që ishte treguesi kryesor, dhe treguesi tjetër ishte se kur në jetë nuk kam pas res. S'kam pas res, nuk po them s'kam pas zili, s'kam pas res. Edhe kjo është gjë që kishte mbajtur 115 vjeçë atë. Me sa duket, unë kam bukur që ti nuk ke res, dhe kjo është shumë e veçantë. Nuk e do të thotë që çfarë? Ke në mbështet tani disa iniciativa që janë iniciativa private, që në fundit e shtojnë, atë mund të dëmtojnë në kudi. Si e shef Altini dha? Unë e përsërita prapë parë dhe them prapë, do thënë rëndësishme është do në resa, do thënë me pas, do thënë zili tjetrit, padyshim që flenë këtë tonë pak, a din? Edhe kjo ideja na bën mu përmirësu, është rëndësishme është që mos jetë negative, që mos jetë me mundu mi fut në kamzën tjetrit se ma shpejt se ti, por me mundu mu servit, por me hecë edhe ti shpejt, a din? Kështu që unë jam mundu me farktu atë resën teme dhe me përdor për mirë, sepse të tonë e kena, të bënë ego e është diçka që flenë këtë tonë, padyshim unë nuk mund t'jem i përjashtuar për kësaj, vetëm se jam mundu me çu për mirë këtë pjesë, dhe nuk e shoh kur, domethënë si konkurrencë, xhelozi, bashkëpunimin me tjetër, po shoh të kundërtën dhe kam menduar për shkak siç është puna bujtinave, unë kam pasur se nuk kishte zgjidhje tjetër, sepse ne kishim kërkesë për publicitetin që ka pas objekti o një dizajnit, dhe kishim kërkesë për 200 dhoma, a din? 200 dhoma? Po me fjet, po na kena 9. Atëherë ti morë nxit atë fshatarët aty? Me bën një objekt, imagjino tash ti kishim bën një objekt kaq të madh aty, se e kishim shkatruar komplet vendin dhe s'kishin thënë shkojmë mo Kemrizi, që është bën si hotel kështu, publicitetit, a di? Kurse kjo idea që me hap në terren, unë mendova që është gjëja kryesore. Desha me thënë që puna e kredisë bankës
Vazhdojnë e persiston prapë. Unë ku kam bë investimet disa herë ku kam kërkuar kredi, për shembull për panelet diellore, unë më është marrë si kolateral jo prona në fisht. Por më është marrë si kolateral një copë tokë që kam shtin, që nuk e kam përdorur kurrë. Po më ka ndihmuar vetëm për kolateral gjithmonë. Sepse për bankat ajo toka vogël shtin vlen më shumë se sa ajo që kam fisht. Sepse nuk nifet. Atëherë unë kam thënë, për me kenë zonë ekonomike, do të thënë zona eme duhet që të fillojnë të kenë parë dhe koqësit. Momentin që koqësia eme, për shembull, arrin ndoshta me mbledh fund muajit 5.000 euro për i bujtinave të fjetjes, atëherë fillon e pasionohet koqësia. Momentin që pasionohet koqësia, atëherë fillon e vlen edhe prona eme. Dhe nesër mas nesër për bankat, zona jonë që nuk ka pas vlerë ekonomike, fillon e kthehet një zonë që është ekonomike. Dhe aty mrapa përfitoj edhe unë, sepse në fundit edhe prona eme vlen më tepër. Për këtë tham se shpërndajme ekonomisë në terren, i dhe jo me bëjë diçka vetëm për vejtë të madhe, në plan afatgjat paguën më shumë. Do të thënë kjo është që du të kuptojmë na. Edhe kjo nuk është akt altruist, që unë duam të mirën e tjetrit, është akt egoist. Se nëse do të më rrit fëmijët në një vend të mirë, do të më pas mirë edhe koqësinë. Kjo është tipike egoiste, se unë i dua më të mirën fëmijës tim. Dhe fëmia jam rritet mirë vetëm kur të jenë mirë edhe të tjerët. Është egoizëm human. Po, është mund të quhet nuk është egoizëm idiot. Është i zut. Po ama egoizëm është. Unë e du për veten time, pra parë se të rri mirë vetë, të jetoj familja ime mirë, duhet se s'ban me ndryshu komunitetin tonë, gjithë Shqipërinë. Dhe po e mendojnë kështu gjithë sipërmarrësit, mendoj që ndryshojnë shumë sene, po dhe politik bombësit. Domethënë nëse mendojnë një kështu, shumë gjëra ndryshojnë. Pse aty askund tjetër ti nuk e menduar që të ndërtosh një gjë? Se për shembull ka shumë vete që e ndërtojnë këtu, e ndërtojnë edhe atje, e ndërtojnë edhe këtu, e ndërtojnë edhe jashtë. Për shembull ti e shpreh vazhdimisht që jo, unë mrizin duhet të jem aty, jo jashtë. Po se s'ka mujt më, përse fizikisht është e pamunën, ne që kena bëna me prodhu djathë, me prodhu riz, me prodhu ven, me bëj interagim me shumë, me gjithë ato që bëjmë ne atje, me qumë nivele para shumë të mira produktin, dhe më thënë që unë jam krenar për ato që bëj, shumë e fështirë, nuk unë është do të me shumë fishu. Nuk është si jam tregtar që unë shkoj dikun tjetër e marrë vetëm produktet e jo shes, atin, si të mijat. Po kur prodhon sak vetë, do t'i bash me mjeshtri, nuk mund është do të mu zënu. Ne kena pa tentu para pak kohësh me hap një restorant në Tiranë dhe e pash se si a dilësha dot. Hapi rrallë dhe tjetë me ba thjesht një dyguaj në Tiranë, një dyqan të Mirfield, por aty ndalet, nuk munden atë dot. Ajo që duhem me bona, edhe aty afër janë edhe objektet e ish Don Antonio Sharrës, shpresojnë të ardhmen, kur t'i vi dita që t'kena energji ma shumë, është me mujtë më këthy një qendër ku me frymëzu të rritë dhe me eduku tjertë. Më këtë kena folë me vllajën tem. Do të thënë nuk dona me qu pasonin ma kësaj. Kjo është që kena mjafton. Po. Maksimumi jonë që dona me bëj është që më mujtë me frymëzu tjerë dhe më bëj si tip nuk me qu nivel arsimit dhe edukimit. Arsim profesional? Po mund të jetë. Jo se kam vure. Unë jam antar bordit ke shkolla Poligjoga. Po nuk mjafton. Puna është me qu se si këtë di edhe për ata ne pranojmë shumë herë fëmijë nxënës të ri në shkollash. Qef kena me frymëzu edhe me eduku dhe me mujtë me faktu sa ma shumë të ri në për gjithë Shqipnin, që ta marri këtë model dhe ta përkthejnë në zonën ku janë, adin, sepse krejt ideja është me përhap dije këtë rritë. Kjo është ajo që du, nuk ka nevoj me kënd, mjafton, unë kur kam një makinë me 4 rrotulla, dhe që në fëmijë për shkollë, ke i shtëpi të mirë me jetu, aty mrapa nale gjajnë për minimin, aty mrapa njeriu duhet me mendu me lanë gjurmë. Do të thënë ti kështu mund ndërtosh një universitet në Katon. Mundet me kanë diçka tjetër. Fjalën Katon nuk e heqi. Universitet në Katon. Po se heqi sepse universitet bujësor, jo thjesht universitetet klasike. Po do ishte nuk e di me llafologi dhe teorira. Janë për shembull aty ai projekti i Don Antonio Sharrës ka qenë shumë i bukur, më kanë ofruar në fakt. Po, Monsignori, domthon parimet e Shën Jozefit. Po. Hiqe varfrin duke dhënë zonat. Monsignori ma ka ofruar disa herë atë pjesën e objekteve që kanë qenë shkollë profesionale, shkollë bujësore. Nuk mujta do të më marr përmendjen dhe prapë kam vështirë, por aty mund të shoh shumë variante të ardhmen kur të kena mundësi më tepër, do të thënë, të kena më të lirë me energji sa shumë e vështirë. Mund të jetë institut venet për shembull, sepse i mungon Shqipërisë një institut, për shembull, përveç universitetit bujësor që ka teknologji ushqimore, për shembull, do ishte shumë e mirë se të kishte një vend, një institut. Dhe ku ka më mirë se në zonën tonë, ose mund të jetë edhe mirë dita dikun, po rëndësishmë është që të jetë një vend ku vena për më pak edhe institut vetin që bashkëpunon me universitetin bujësor. Mund të jetë çka dush, por rëndësishmë është që të kaloj nivele dije gjaja. Unë mendoj që ne na mungon shumë dija bujësore, adin, për me qumë nivele të bukura gjanë. Nuk na mjafton dija që kena pas shumë specialistë në diktaturë, por duhet me qumë nivele më të bukura gjanë, i thjesht me prodhu sasi, por me qumë nivele tash tjera, do më thënë për me faktu produktin me bë me identitet e me vlera. Kështu që unë mendoj vetëm ke kjo pjesa.
Po, jemi duke ardhur nga fundi. Altin, ka shku ndonjëherë me jam u marrë me politikë? Me thonë drejtën jo, deri më sot bile i falenderoj, kam pas edhe oferta për shembull për zëvendës ministre kështu, disa kohë përpara dhe jo shumë kohë, po do të thotë kohë përpara. Edhe po për deputet. Nuk e kam gjyku, jo, për deputet nuk ashtu, sepse e din se për momentin nuk du mu përfshi, domethënë politikë. Po, a do doje të ishe për shembull deputet? Nuk e di, mendoj se do ishte shumë e vështirë me menaxhu, duke qenë se ne kemi si përmarrje reale, edhe ti më shef më ka pjek dielli, domethënë se na përdit aty me njerëzit dhe me vendin. Ndoshta në të ardhmen nuk i diet, por për momentin jo herë, sepse rëndësishme është mos me hum atë çka ke, a din, që është shumë e rëndësishme, edhe mendoj se njeriu mundet me bë influencë politik bëmjet pozitive për aty ku je, pa pas të me keni angazhuar. Influencier politik duke qenë me këtë frym, me këtë sipërmarrje. Por ndoshta në të ardhmen kur në shkurt të ndryshoj për mirë, për shkak sot një nga gjanat kryesore që kena problem, dhe po e mbylli domethënë kështu. Mendoj që për të filluar me diskutuar për bujqësi serioze, domethënë duhet të ridiskutuar TVSH-ja e sportës, produktet e sportës në Shqipëri kanë TVSH të barabartë me produktet e luksit. Për shembull, unë kam vend, unë prodhoj vend. Po vendun jam shumë dakord që të paguhet 20% TVSH, sepse është produkt qefit, a din? Por nuk jam dakord që të paguajnë baxhat, po dhe tregtar që shesin domate, kastraveca, në fakt, ose për shembull në supermarkete ku shkon me bleti, e ke TVSH 20% të bylmetit. Për shembull bylmeti, fruta perimet e këto për minimin tëm do të më pasi TVSH të diferencuar. Okej, po, a shef pra që ka nevojë gjithmonë se këto gjëra bëhen me nisma legjislative? Po. E kupton? Se nuk bëhen thjesht tu fol çone ku flasim ti. Por të angazhohesh ama. Mi po, tani për shembull, a je i kënaqur me faktin se keni një përfaqësues tani? Neo Malsoren, Marianën, ka hyrë pak shpejt Mariana, apo mirë është në vendin në kohën e duhur? Jo, absolutisht janë kohët e duhura dhe kjo unë shoh, me thënë drejtën, që janë shumë pozitive. Dhe larg pamësi dhe pozitivitet edhe ndaj forcës politike se ka përfshi, me thënë drejtën, që është shumë geniale si gjë. Dhe shpresojmë si të ketë sa më shumë nisma të tilla, absolutisht është lajm shumë i mirë dhe është fix go për me diskutuar këto sende, domethënë. E me kanë zoni agroturizmeve në parlament është shumë e bukur, si ide, si iniciativë, dhe me thënë drejtën i përgëzoj shumë. Dhe jam i lumtur për ta sepse e meriton, me thënë drejtën. Edhe ajo që kam bën unë për pjesën tonë, që unë jam zatimor militar, gati, jam një klonim i të dyjave. Ajo e ka marrë këtë projekt dhe ka shu një nivel ideologjike për Malsorin. Malsoria e re. E shoh për atë zonë, e shoh. Po, është sikur është kulla arnume, projekti jonë, është Malsoria e re. Do që një vajzë që ka studiuar shkenca politike me një mendje të hapun që kishte account në Booking, por nuk kishte pa pas drita ke struktura vet, po i la tetër në dorë, edhe kishte vlerësimet maksimale të turistëve sepse ishte edhe mendje hapun, po edhe një identitet. Edhe do bëj luftë ma të kesin, se ka me çullën parlamentet kesin që mban këtu. Është bukur ajo. Kjo është simbolike bukur shumë. Simbolike bukur. Dhe ideja që e ka thënë e ka qu pjesën identitetit malsor në këto nivele, më pëlqen fort dhe do ishte mirë që ta marrin si shembull shumë sipërmarrje në atë zonë, ku njerëzit nuk duan me i shërby me pije energjike, po i duan sa më shumë eksperiencë territorit me produkte lokale të nënës vetë. Ato ka bën ajo. Ato që kemi bën në Fish, që janë të bërë disa struktura në Shqipëri, e ka marrë dhe e ka qu nivele shumë bukura konceptit për malsorët. Dhe kjo është Neo Malsoria, më pëlqen shumë si ide. Ishte shumë kënaqësi Altin Prenga i Mrizit, edhe ta gëzoni 15 vjetorin dhe i 150 e të vazhdojë ajo gjë e bukur që keni bën ju atje. Është normal që bisedat me ty do të ishte vërtet e këndshme atje, edhe kështu që do kemi ndonjë rast tjetër që do jem në kështu kam dëshirë ta shkëploj biznesin që ke bërë atje sipërmarrjen, do ishte gjë shumë e bukur. Faleminderit shumë për jush, edhe i përshëndes gjithë. Okej, edhe për të kuptuar tani, për të kuptuar se ku është Altini, çka ka bërë Altini, do ta mbyllim në kuvend sot me Altinin me një etyt me pamje fantastike nga Egon Mysliu para disa viteve dhe ndajmë këtu për të riparë javën e ardhshme.